ideologjike që po flet Halili, natyrisht ka drejt me fol, po nëse shikojmë, unë e kumë përcen ndër vite buxhetin e Republikës Kosovës edhe po i shikojmë dorën e buxhetit del që gjitha partitë janë bukur të majtë të orientuar. Ka sa i përket majtës dhe të djathtës. Po, mendoj që gara kryesore është mes Hajrullah Çekut, përparim Ramës edhe Urani Smolit, PDK është forcuar në zgjedhjet e kaluara. Megjithatë, spoku nga prognozat e deri tashme, Hajrullah Çeku dhe përparim Rama janë pretendent kryesor. Por ndryshimin e bën Besa Shahini me Bek Berishën edhe Urani Smolin në rastin e balotazhit. Pra, mendoj që këta janë shumë të rëndësishëm. Urani Smoli është duke zhvilluar një fushatë mirë, është një kandidat i mirë. Bek Berisha gjithashtu ka zhvilluar fushatën shumë mirë për Prishtinën. Besa Shahini është një kandidat e jashtëzakonshme, edhe atë për shkak që projektet që ai propozon, arsimin, qerr dhe transportin publik, sidomos çështën e banimit, ndikojnë drejt për drejtin kuletën e qytetarit. Unë nuk jam votues në Prishtinë, po kisha me votu në Prishtinë 100% kisha me votu Besa Shahini. Edhe sikur ta votonin gjithë ata